Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep Zejdi ka njoftuar se ka dorëzuar në kuvent rezolut për situatën humanitare në Gaza, duke kërkuar që kuvendi ta miratojë këtë rezolut. Recepi ka thënë se përmes kësaj rezolute Fronti Evropian kërkon që Republika e Maqedonisë së Veriut të dënojë për bllokadën e ndihmave humanitare të zbatuara nga Izraeli dhe të kërkojë që shteti i Izraelit në mënyrë urgjente të lejojë hyrjen e ndihmave në Gaza, ka shtuar se shprehin solidaritet për popullatën palestineze, veçanërisht me ata që vuajnë nga uria në këto momente. Pasoja asaj blokade, nga uria dhe sëmundje të ndryshme, çdo ditë ka dhjetëra fëmijë të cilët vdesin në Gaza. Kujtojmë se çdo jetë njerëzore e ka vlerën e vet, pavarësisht nga vjen. Andaj heshtja përballë padrejtësisë na bën edhe ne të tjerëve përgjegjës në to. Kjo është e drejtë ndërkombëtare dhe të cilën duhet ta rikujtojmë në vazhdimsi, sepse vetëm në momentin kur i kundërvihemi padrejtësive, dëshmojmë se jemi njerëz të cilët meritojnë të jetojnë një jetë dinjitoze. Ndryshe, ditë më parë Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipëria kanë abstenuar dhe nuk kanë votuar për rezolutën për mbrojtje të civilëve dhe armëpushimit të menjëhershëm në Gaza. I pyetur për këtë, deputeti Recepi ka thënë se kjo nuk është hera e parë që Maqedonia e Veriut bën një hap të tillë. Ai zbulon për më tepër se ka pasur raste kur vendi ka shkuar edhe në ekstreme të tjera duke votuar kundër. Për mënyrën e votimit, televizioni Shenja e pyeti ditë më parë dhe kryediplomatin Tim Çomucunski, i cili tha se rezoluta kishte defekte dhe termet ishin gjysmake.